Të nderuar shikues, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ qendror këtu në Blu Televizion, ku do të njihemi me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. E nisim me aktualitet. Rastet e fundit të ndodhura në jug të vendit sjellin në vëmendje problematikën e turistëve që humbasin gjatë ligjeve malore dhe natyrore. Koordinatori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile në Vlorë, Ilirian Hasani, bën apel për kujdes të shtuar, veçanërisht në kanionin e Gjipes si dhe në Gadishullin e Karaburunit. Rastet të fundit të regjistruara në jug të vendit, por edhe në zona të tjera kanë sjellë sërish në vëmendje problematikën e turistëve që humbasin gjatë eksplorimit të shtigjeve malore dhe natyrore. Shpesh kjo ndodh për shkak të mosnjohjes së terrenit, por edhe nga informacionet e pasakta që i qarkullojnë në internet, të cilat në shumë raste nuk pasqyrojnë kushtet reale. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile në Vlorë, Ilirian Hasani, thekson se rastet e fundit janë regjistruar në kanionet e Gjipes, një destinacion mjaft i bukur, por edhe problematik për vizitorët që nuk e njohin terrenin. Sipas tij, edhe Gadishulli i Karaburunit mbetet një nga zonat ku kërkohet kujdes i shtuar dhe i veçantë. Jo vetëm për zonën e jugut, por për në gjithë Shqipërinë ka pas problematika të mëdha me turistët të cilët vinë të pashoqëruar, nuk e njohin mirë terrenin, dhe shpesh rigjinë shtigjet e hedhura në këto aplikacionet që janë online, por tek të cilat nuk ka përshkrime të terrenit ashtu siç është në realitet. Rastet e fundit kanë qenë në jug dhe dy raste kanë qenë njëra mbas tjetrës, ka qenë në kanionin e Gjipes, i cili është një kanion i mrekullueshëm, të thoshja, për ata që e njohin se çfarë është alpinizmi, por gjithashtu edhe shumë i rrezikshëm. Ai është një lloj kurthi nga të dyja drejtimet, edhe nga hyrja nga poshtë, nga deti dhe nga hyrja lart nga poroi, sepse rruga të shon deri diku dhe pastaj bllokohesh. Kjo ka ndodhur pothuajse të gjithë turistëve. Gjithashtu rrezik paraqet edhe Karaburuni, edhe pse në pamje duket i thjeshtë, në fakt është shumë i ndërlikuar dhe shumë i vështirë. Në një moment ku ti mund të mbasësh shtegun, ndodhesh në një kurth natyror, pra ndodhe mes shkëmbimeve, mes shkurrave të cilat janë pakalueshme. Hasani nënvizon se guidat vendase kanë një rol shumë të rëndësishëm jo vetëm për të shoqëruar turistët gjatë eksplorimit, por edhe për të dhënë atyre informacionin e nevojshëm mbi terrenin dhe rreziqet. Ai shton se edhe vetë turistët, veçanërisht ata të huajt, duhet të informohen siç duhet përpara se të nisin një itinerar, pasi në disa raste situatat problematike kanë rezultuar edhe serioze. Edhe pse në jug të vendit nuk janë regjistruar raste të rënda, në zonat të tjera të Shqipërisë ka patur madje edhe humbje jete. Dy raste kanë qenë në Gjipë, kanë qenë raste me rrezik për jetën. Njëri ka dalë prej Andeja nga forcat në aksion për nxjerrjen e tij kanë qenë forcat e policisë, forcat e bashkisë, të zjarfikses, të mbrojtjes civile. Herën e fundit është vënë në lëvizje dhe helikopteri, pra ndryra nga ajri, që u bëj mundur dalja e tyre. Por në rastin e parë ishte rënje nga një shkëmbilet e kishte thyer këmbë, në rastin e dytë ishte një rënje akoma më e vështirë, dhe nga komunikimet që kemi pasur, një turist i huaj ka pas dëmtime të mëdha trupore. Guidat vendese janë shumë të rëndësishme, sepse ato i njohin shtekun, të çojnë, të kthejnë përsëri. Por nuk i ndalon dot turistët e huaj, të cilët pëlqejnë aventurën, pëlqejnë adrenalinën, që ta ndjekin vetë shtekun ose të bëjnë një aventurë të tillë. Shpeshherë këto aventure kanë çuar në humbjen e jetës. Ndoshta në jug nuk kemi pasur, por në veri ka pasur raste të përsëritura me humbje jete. Referuar rëndësisë së informimit paraprak, Hasani thekson se njohja e terrenit dhe marrja e informacionit të saktë janë thelbësore për një eksplorim të sigurt të shqigjeve turistike. Ai përmend edhe disa nga zonat më problematike në jug të vendit, ku vizitorët duhet të tregojnë kujdes të veçantë. Këtë informim duhet të bëhet në media, duhet të bëhet në të gjitha portalet që funksionojnë sot, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe njerëzit i shikojnë dhe i ndjekin. Po kështu është e rëndësishme edhe për ata që bëjnë guidën, të cilët hedhin shtigje online, duhet të përshkruajnë cilësitë e shtegut, duke vënë brenda edhe vështirësitë që ka, edhe momentet e rrezikut dhe jetë cila do të ndihmonte turistët. Po flasim për jugun. Pra po flasim për malsinë e Vlorës, Llabris deri në kufi me Gjirokastër. Nga malet më të vështira është që paraqesin rrezik janë malet e Çipinit, siç janë si Margmal, Çipini i Madh, Çipini i Bolenës, është po ashtu mali Çekut. Në këto vështirësi, shkallë vështirësi e futet edhe Çika, edhe pse është shumë
shumë i vizituar nga turistët me gujit apo pa gujit, sepse shteku është i afër, por ajo gjithmonë paraqitet rrezik. Vetëm gjatë javës së kaluar u regjistruan 2 raste problematike në kanionin e Gjipes, aty ku u desh edhe ndërhyrja e strukturave të emergjencave civile, madje në një prej rasteve u përdor edhe ndërhyrja nga ajri për evakuimin e personave të bllokuar. Dhe vijoj me një kronik problemore. Gjatë verës së nxehtë, fshati Panaja thahet për ujë të pishëm. Sipas banorëve, ata furnizohen me ujë të pishëm vetëm 30 minuta, ndërsa shpesh ai vjen edhe i ndotur. Banorët thonë se janë pagues të rregullt të faturave, edhe pse ujin për konsum e paguajnë 2 herë pasi e blejnë. Për gjatë stinës së verës, fshati Panaja thahet për ujë të pishëm. Banorët tregojnë se në ditë në fshat vijnë vetëm 30 minuta ujë dhe më pas ndërpritet. Kohë kjo që sipas banorëve është e pamjaftueshme që të mund të mbushësh ujë për nevojat e ndryshme që ka shtëpia apo familja. Banorët tregojnë se edhe uji që vjen në çesmat e tyre është i papishëm. Sipas banorëve, ai është ngjyrë verdhë dhe shpesh herë i ndotur. Për ujin që konsumojnë, ata thonë se e blejnë. Kjo situatë në Panaja sipas tyre ka ardhur si rrjedhoje mungesës së investimeve ndër vite. Banorët pohojnë se paguajnë çdo faturë të ujit të pishëm, por sërish nuk kanë ujë. Për ujin e pishëm ata paguajnë 2 herë, ato që blejnë për të pirë edhe faturat mujore. Si familje kemi. Hajde këtu me mua, ja, ujë, i pishëm është, ujë është. Hajde me mua. Ja, një familje këtu janë shtirë tu botë sipër. Ja, ujë është kë. Ja, tjetëri këtu që vjen ande ashtu. Në përbaçat e tjetrit nuk jeton ky që kanë kaluar tu botë këtu. Se po tjetoj ky si le, kush i lënë o botë. Si situata e ujë të pishëm në fshat? Po këtë ujë kemi. Po dhe një orë gjysmë, më shumë një. E si pishëm? Po i pisët, ai nuk bën as për e. Për të pinë, neve si familje kemi marrë filtër. Pa vinë boti, kjo ashtu. E paguani ujë? Po qysh nuk e paguajme? Paguajme, kemi dhe me sahat. Ja, po kemi investimi kush është. I ka shtruar vetë privatët, ja, investimi. Se i kanë bërë? Po, s'ka zot. Nuk ka zot. Ju keni shtruar vetë këto? Vetë. I paguan nga xhepi? Çdo njëri vetë nga xhepi. Ja, kjo është qeveria, ja. Shikoni qeveri? Kjo është. Çfarë mirë, në që gjithë edhe vakë, por e bitë, njerëzit po merohen. Për të paguar, paguajnë edhe për të marrë ujë nuk furnizohemi me ujë. Si që shi, ujtë vjen në ora 10, pritë, në ora 10, gjithë vjen një gjysore ujë edhe s'ka më të bëftë nëna. Me të keqë, kush ka në impuls, vjen e mbush tek neve që kemi, kush s'ka, merohet. A pijet a ujë që vinë në qezëm nëna? Jo, ajo ujë që vjen në qezëm nuk pijet, po të paktën për gjellën, për enën, për kështu e përdorëm. Për të pirë blejmë në vlorë të keqe, nëna. Po para disa vitesh është bërë një investim për U bë një investim edhe thanë që nuk mbajtë tu, po do të vi filan vëtë në kratë tjetër. Bën dhe një nashti dhe nashti me zi thonë që po shpërndajnë ajnë qikë se. Ja kështu të kusha kërba. Faturat të gjithi paguajnë e se qëkoj atje mos besoni, si përfundim, populli mori Lemerino bitë. E në pleqëri, me se të këtem dhe ne me 150.000 lek pension. Ja me ndojë një vetë. Në ti për ujë paguan 2 herë? Po normali se do pi ujë, hajde shikoj e ti ujë. Vjen na po qemi botin, bushëm 2 bidona atje të po qemi neve, edhe shtym javë. Vjen prapë martën tjetër, vjen javë, vjen aji, vjen martën tjetër aji, bushi prapë. Gjitha me lekë, në patë keqësi. Ne kemi patur problem, çdo mos fshati Panajas. Problem. Tashi vinë 3-4 orë, po të pak ne kemi problem zgjidhur. Për momentin e kemi problem, 24 orë ujë nuk ka, se ato janë gënjestra gjitha. Po të paktën mbushim menët, mbushim bolera. Si është nda kjo me zona, se disa banorë thonë që kemi gjysmëore, ju thonë që kemi... Jo, instalimi që është bërë, për mua nuk është bërë. Se u thonë pompa të reja, për atë firmën... U bëj një investim, se në kone... Këtu janë për 10 do me thënë 10 tërë investime, janë talë. Ky investimi ishte për soso. Po, për mendimin tim, duhet të shtrijes linja, që na pompat do të shtrijes komplet instalimi. Edhe çdo njeri, çdo familje do të merrte intubacion. Po si funksionon? Tash këtu ka gati 600 metra që kanë marrë linjën, intubacion, po mos kishte bolera. Edhe pusë çdo gjë ishte, prap nuk është problemi zgjidhur, vajtëm 36 vjetë ose më në vlajt.
Ne në kone të qethmori që unë kam urryer unë në Roxhen, nuk e kam dashur të hajmë bukë të misër. Pra tani kur hajmë bukë të misër. Ku vin puna 24 orë ujë. Sot janë bërë mbi 10 herë investime vetëm vite. Jo për mua, po as për ty, as për këtë vajzë dhe re, nuk Shqipëria nuk bërë rrugë. Fshati Panaja që i përket njësisë administrative qendër është vetëm 20 km larg Vlorës, por as distanca e afërt nuk ka mjaftuar që si në qytetin bregdetar, edhe aty të ketë investime për përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm. Shëtitoria bregdetare e Vlorës vijon të mbetet në preferencë të qytetarëve, veçanërisht gjatë verës, por qytetarë vendas dhe të huaj vlerësojnë si domosdoshmëri vendosjen e stolave të Shlodhës për gjatë saj si vende pushimi dhe qetësues. Lungomare është një prej zonave më të frekuentuara të qytetit Vlorës për gjatë këtij sezoni veror, por pavarësisht se në të shëtisin çdo ditë me mira qytetar pushues vendase të huaj, në shëtitore nuk ka stola. Ata të cilët e frekuentojnë zonën thonë se vendosja e stolave Shlodhës është shumë e rëndësishme, por dhe emergjente, pasi në shëtitore sipas tyre eci një numër i konsiderueshëm i moshës së tretë, të cilët duhet të ulen e të shlodhen. Qytetarët e Vlorës tregojnë se vetmja mundësi për të ulur janë bordurat prej betoni apo edhe shkallarët e Bregdetit. Të qëndrojnë në lokal për të shlodhur, ata tregojnë se nuk e përballojnë dot ekonomikisht. E mira është jemi në stola. Ka stoli. Ka vende jashtë këtu shumë. Që duhet. Po varet e përmban ajo projekti apo jo. Mos flasim edhe. Po për qytetarët është e domosdoshme. Po është e domosdoshme. Në këtë rrugë jo, te rruga tjetër me përpara po. Po tani ta të bëjmë, jemi mësuar. Jo, nuk ka. Nuk ka. Pa tjetër, duhet të ketë edhe, sidomos nga pjesa e gjelbërimit anë, duhet të ketë. Po ku uleni për shumë, ku shëtit? Ka ulen dhe për lokale i detyruar. Ore, është një problem. Ky problem është i zgjidhur nga pronarët e lokaleve. Vetë ata ndikojnë që mos bëhen stolat, se je i detyruar pushimin ta bësh lokal. Po ulen lokal, ku ka bordura më, ç'a bën ti? Po duhet vendosur. Sidomos për mua që jam 80 vjeç. Ku? Nuk shikoj stola. Për momentin nuk shikoj, po si janë të rëndësishëm. Të rëndësishëm janë. Megjithatë, unë do të them një gjë. Vlora ka ndryshuar nga vjet si vjet. Mendoj për mirë, pastërtia është në maksimum. Në New Jersey. Shikoj, nuk mund të bëhet krahasimi direkt, siç mendoni ju. Nuk mund të bëhet një krahasim i tillë. Dhe andaj ka probleme. Mos kujtoni se është kaq, edhe andaj ka mbeturina në rrugë, edhe andaj ka çdo gjë. Tani se po dal. Nuk shikoj. Jo, se po dal. Ka vjen. Me Lushtje. Si situata këtu me Lushtje? Po mirë duket më shumë bukur. Të Buzdetit më. Buzdet. Po dole në shëtitore, do rihesh Buzdetit, nuk do jesh në... O vlla, ne i bëjmë stolat pedruri, po i konsumojmë shpejt se jam. E kupton? Duhet bërë. Po duhet bërë, çdo gjë duhet bërë në këtë vendore. Se s'është vetëm për stolat, ngelëm te stoline. Fare, asnjë gjë. Po për shumë kur ecën, ku ulesh? Në kum, në shkallë këtu. Te shkallë aty në kum, s'ka stola. Po i bë privati tash nuk kam siç ka qenë hapësirë publike. E zën e gjithë nga privati. Ma ti mund të ulesh vetëm lokal, nëse do të shkallësh. Po, ose në shkallët këtej. Nuk ka, është zënë e gjithë nga privati. Duhet të vendosen stola? Duhet ketë hapësirë publike, duhet të vendosen stola, duhet një farë kushti, po të flasim më shumë një WC, një banjë, një të bësh një dushe, nuk ka në të gjëra, si që ka pasur dikur, nuk ka. Ajo është gjëja më e keqe që ka ndërtuar në këtë pjesë. Sepse, si duket ka rënë në ujdi me këto lokale dhe pensionistat, s'kan ku ulen, duhet vend ulen të lokali. Po s'kan lek. Është gjëja më e ndyrë që i bëhet i populli. Ndërkohë që flasim, duhet të ketë stola Shlodhës? Patjetër, kanë qenë stola, pse i hoqën. Nuk është e ishme fare. Nuk është e ishme, ne ka rënë pjesë të shikojmë dhe jashtë. Ne shikojmë veten e pasqyrë kur vemi se kush jemi. Dhe si punojmë për popullin. Këta thanë që s'do ketë më plazhe private, e zvogluan fare, dikur kishim qik, tani plazh publik me lek. Hajde, kush ma përkthen.
Vlen të theksohet fakti se stolat shlodhës mungojnë edhe në pjesë të tjera të bregdetit të qytetit, si në plazhin e vjetër, po ashtu edhe në zonën e Zvërnecit. Projekti për ndërtimin e bulevardit të palmave të agrumeve duket se është në fazën përfundimtare. E gjithë zona është rehabilituar dhe krahas asfaltimit të segmentit rrugor është bëri mundur edhe krijimi i vendkalimit të këmbësorëve. Një për projekteve më madhore që po realizohet në Vlorë është tashmë në hapët e fundit, duke nisur nga kryqëzimi pranë drejtorisë vendore të policisë dhe deri tek xhamia e Plumbit në qendër të qytetit. Një zonë e gjerë është rehabilituar në total si rrjedhoi realizimin të aty të projektit për ndërtimin e bulevardit palmave dhe agrumeve. Projekt ky i cili pritet të përfundojë këtë sezon veror, ku puna është në fazën e fundit të saj. Një prej projekteve më të rëndësishme në qytetin e Vlorës, puna për rehabilitimin e bulevardit të palmave, agrumeve dhe jaçarandave, po shkon drejt fundit. Projekti është në hapat e përfundimit të tij, duke ndryshuar realitetin në një prej zonave të qytetit të bregdetar. Po flasim këtu për një projekt madhor të qeverisë shqiptare, i cili është realizuar në hyrje të qytetit dhe fillon nga kryqëzimi pranë komisariatit të policisë së Vlorës për të përfunduar në drejtim të xhamisë së qytetit, për të lidhur me bulevardin Ismail Qemali dhe për të sjellë në të njëjtën formë pikërisht me bulevardin e Vlorës. E gjithë zona në total është rehabilituar, ku krahas asfaltimit të segmentit rrugor është bërë mundur dhe krijimi i vendkalimit të këmbësorëve. Në një pjesë të tij janë mbjell palmat, më pas segmentin e dytë jacarandat dhe në pjesën përfundimtare agrumet. Përgjatë gjithë gjatësisë së projektit janë përcaktuar hapësirat e dedikuara të gjelbërimit, por dhe ato të parqeve shlodhëse. Gjithashtu në të gjithë aksin është vendosur tashmë dhe ndriçimi rrugor. Vlen të theksohet se projekti është pajisur edhe me gjithë sinjalistikën e posaçme rrugore, si me atë vertikale por edhe horizontale. Këtë sezon turistik, duket se e gjithë vëmendja e shërbimit është përqendruar te pastrimi i vijës bregdetare, duke lënë në ares zonat periferike. Një situatë e tillë konstatohet edhe përgjatë aksit rrugor Vlorë-Kuç në afërsi të fshatit Sherisht, ku grumbuj të shumë mbetjesh urbane dhe inertesh janë bërë një pamje e zakonshme. Në një kohë kur institucionet e pushtetit vendor janë duke luftuar me ndotësit e ambientit brenda në qytet, rrethinat janë thuajse të lëna jashtë vëmendjes, por edhe në hares. Kjo është një ndër rrugët më të frekuentuara nga qyteti i Vlorës në drejtim të Himarës, rruga e Lumit të Vlorës dhe konkretisht ndodhemi në Sherisht, një ndër hotspotet më problematike për sa i përket ndotjes, qoftë me inerte apo edhe me mbeturina të ndryshme urbane. Në një kohë kur bashkia e ka caktuar depozitimin e mbetjeve të ngurta në Jallit të Nartës, ndërsa mbetjet urbane hidhen në landfillin e Sherishtës, në anë të rrugës vijon të qëndrojë kjo pamje. Sherishta vijon të mbetet një nga zonat më problematike sa i përket depozitimit të mbetjeve inerte edhe atyre urbane, ndërsa e gjithë vëmendja duket se është përqendruar tek pastrimi i vijës bregdetare gjatë sezonit turistik. Zonat periferike vazhdojnë të lihen në hares, duke u përballur prej vitesh me të njëjtin problem. Një situatë e tillë konstatohet edhe përgjatë aksit rrugor Vlorë-Kuç, në afërsi të fshatit Sherisht, ku grumbuj të shumë të mbetjesh janë bërë tashmë një pamje e zakonshme. Mbetje inerte, materiale ndërtimi, por edhe mbetje urbane janë depozituar në anë të rrugës, duke krijuar jo vetëm ndotje të mjedisit, por edhe një panoramë as pak dinjitoze për një zonë me rëndësi turistike. Ky është një nga akset më të frekuentuara gjatë sezonit veror, pasi përdoret nga mira drejtues mjetesh dhe turistë vendas dhe të huaj, që udhëtojnë në drejtimin e Himarës dhe destinacioneve të tjera të Rivierës shqiptare. Megjithatë, pamja që i pret përgjatë këtij segmenti rrugor bie ndesh me imazhin që synon të promovojë Vlora si një nga destinacionet kryesore turistike të vendit. Banorët e zonës shprehen se problematika është e hershme dhe se pavarësisht ankesave të vazhdueshme, deri më tani nuk është marrë asnjë masë konkrete për pastrimin e zonës apo për parandalimin e hedhjes së mbetjeve. Sipas tyre, mungesa e kontrolleve dhe e monitorimit ka bërë që vend grumbullimi i paligjshëm të zgjerohet vazhdimisht. Nga sa konstatohet në terren, duket se kjo pjesë është lënë jashtë vëmendjes së Bashkisë Vlorë, ndërsa ndërhyrjet për pastrimin e saj kanë munguar. Situata nuk është krijuar ditët e fundit, por është përsëritur vazhdimisht ndër vite, duke u kthyer në një problem kronik për zonën. Për te ndikimit negativ në mjedis, prania e mbetjeve përgjatë këtij aksi dëmton edhe imazhin turistik të Vlorës, në një periudhë kur fluksi vizitorëve është në kulm dhe përpjekjet për promovimin e turizmit kërkojnë një standard shumë më të lartë të pastërtisë dhe mirëmbajtjes së hapësirave publike.
Një beachbar është shembur mëngjesin e kësaj të premteje në zonën e Jalës në Vuno, nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Siç mësohet, objekti rezultonte i ndërtuar pa leje në vijën bregdetare, ndërsa aksioni është zhvilluar pa incidente. Një beachbar është shembur mëngjesin e kësaj të premteje në zonën e Jalës në Vuno, nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit IKMT. Sipas informacioneve paraprake, objekti rezultonte i ndërtuar pa leje në vijën bregdetare, çka solli edhe ndërhyrjen e autoriteteve për prishjen e tij. Aksioni u zhvillua gjatë orëve të para të mëngjesit dhe përfundoi pa incidente. Burime bëjnë me dije se gjatë ndërhyrjes së IKMT-s nuk është shënuar asnjë problematik apo kundërshtim nga pronarët ose persona të tjerë të pranishëm në zonë. Ndërkohë IKMT ka njoftuar se kontrollet do të vijojnë edhe në objekte të tjera përgjatë gjithë vijës bregdetare. Aktualisht po verifikohen një sër ndërtesash për të konstatuar nëse janë ndërtuar pa leje ose nëse nuk plotësojnë kriteret ligjore për të legalizuar. Autoritetet theksojnë se aksionet synojnë zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e territorit, veçanërisht në zonat bregdetare me rëndësi të veçantë turistike. Dhe kështu ndrojmë temën e informacioneve. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka reaguar për herë të parë zyrtarisht në lidhje me protestat kombëtare që zhvillohen prej 33 ditësh në vend. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka reaguar për herë të parë zyrtarisht në lidhje me protestat kombëtare që po zhvillohen prej 33 ditësh në vend. Në njoftimin drejtuar shtetasve amerikane, ambasada thekson se protestat e përnashme po vijojnë përpara godinës së kryeministrisë, e cila ndodhet në bulevardin Dëshmorët e Kombit mes sheshit Skënderbej dhe sheshit Nën Tereza. Sipas selisë diplomatike amerikane, tubimet pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim e mund të shtrihen edhe në qytete të tjera të vendit. Në njoftimin zyrtar nënvizohet se megjithëse protestat dhe grumbullimet e mëdha shpesh nisin në mënyrë paqësore, situata mund të ndryshojë me shpejtësi. Autoritetet paralajmërojnë se në zonat ku zhvillohen protestat mund të ketë prani të shtuar të policisë, bllokime rrugësh, devijime të trafikut si dhe vështirësi në qarkullim, veçanërisht në orët para dhe gjatë zhvillimit të tubimeve. Po ashtu nuk përjashtohet të zgjerimi i protestave në zonën përreth, përfshi edhe pranë institucioneve të tjera qeveritare. Ambasada u bën thirrje shtetasve amerikanë dhe publikut në përgjithësi të shmangin demonstratat, të jenë të kujdesshëm ndaj rrethinës, të kufizojnë shpërqendrimet si përdorimi i telefonit apo kufjeve në vendet publike, si dhe të ndjekin mediat lokale për informacion të përditësuar. Mëtej rekomandohet që qytetarët të kenë gjithmonë një plan emergjencë ose daljeje, si dhe të mbajnë profil të ulët gjatë lëvizjes në zonat ku mund të ketë grumbullime. Të shtunën në vend pritet të zhvillohet një tjetër protestë e madhe ku pjesëmarrëse pritet të jetë po ashtu edhe diaspora shqiptare. Incidentet e regjistruara gjatë ditëve të fundit pranë kuvendit kanë ngritur shqetësime për mundësinë e përshkallëzimit të dhunës në protestat e ardhshme. Dhe kalojmë në zhvillimet më të fundit nga Gjirokastra, e cila vijon të jetë një atraksion turistik dhe kulturor për vendazet huaj. Për vizitorët nga vende të ndryshme të Europës, qyteti jugor të tërheq për peisazhet e bukura, plazhet dhe trashëgimin kulturore. Qyteti kurti i Gjirokastrës vijon të jetë një atraksion turistik dhe kulturor për vendazet të huaj. Vizitorë nga vende të ndryshme të Evropës shprehen të impresionuar nga peisazhet, plazhet dhe trashëgimia kulturore. Hera e parë që jam në Shqipëri, më pëlqeu shumë natyra. Është hera e parë që vizituam Gjirokastrën. Shijoni natyrën dhe historinë e këtij vendi. Natyra dhe kultura e këtij vendi, njerëzit që jetojnë këtu janë shumë të sjellshëm dhe ndihmues. Një çift turistësh nga Zvicra tha se gjatë 6 ditëve të qëndrimit në Shqipëri kanë vizituar jugun e vendit, duke mbetur të mahnitur nga plazhet, ushqimi tradicional dhe mikpritja. Hello, I'm Lia. I'm Samir. We are from Switzerland and we are first time in El. Përshëndetje, jemi nga Zvicra. Kjo është hera e parë që vim në Shqipëri. Jemi këtu prej 6 ditësh. E filluam udhëtimin tonë në jug. Na pëlqyen shumë plazhet, natyra, ushqimi i mirë dhe mikpritja. Po e përfundojmë udhëtimin tonë në këtë qytet. E janë në Shqipëri, është bukur, perfekte. And we ended our trip here. Come to Albania. It's perfect. It's nice. Ciao. Noi siamo una famiglia, veniamo da Roma, Italia. La prima volta. Vim nga Roma, është hera e parë që vim në Shqipëri. Kemi nisur udhëtimin ton nga Brindisi dhe mbritëm në Vlorë. Shkuam në Sarandë, vizituam plazhin e bukur të Borshit, plazhin e Sarandës dhe të Ksamilit. Sot erdhëm të vizitonim Gjirokastrën, që është shumë tërheqëse për historinë që ka, por mbi të gjitha për Kalan. La spiaggia e Ksamil.
Saranda e Xamil sono molto affollate, molto turistiche, però il mare è molto bello. E oggi siamo venuti a visitare Gjirokastro, che è molto affascinante per la sua storia e soprattutto il castello, da visitare e da non perdere. Ndërkohë një tjetër vizitor vlerësoi natyrën, kulturën dhe njerëzit. היי, אני חגית מישראל, פעם ראשונה שלי באלבניה. המראות פה מטורפים, הנופים משגעים, האנשים הכי מקסימים שיש וקיימים בעולם. ממש ממליצה לבוא ולהגיע לפה מכל הלב. הגעתי דרך קורפו, ממשיכה מפה עד המרכז לטיראנה. ממש ממליצה, ארץ מדהימה. Edhe një familje nga Italia ndau përvojën e saj në Shqipëri. I vlerësuar si një vepër e rëndësishme e trashëgimisë kulturore dhe inxhinierike në jug të vendit, ujësjellësi historik i Vranishtit, po i nënshtrohet një restaurimi të plot me synim ruajtjen dhe konservimin e tij për brezat e ardhshëm. I vlerësuar si një nga veprat më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe inxhinierike në jug të vendit, ujësjellësi historik i Vranishtit në Bashkinë e Imarës, po i nënshtrohet një restaurimi të plot me synim ruajtjen dhe konservimin e tij për brezat e ardhshëm. Monumenti i cili dëshmon mjeshtërinë ndërtimore shqiptare dhe historinë e zonës, përfaqëson një pasuri me vlera të veçanta kulturore dhe arkitekturore. Burimet zyrtare nga Bashkia e Imarë bëjnë të ditur se punimet kanë përfshirë pastrimin dhe konsolidimin e muraturës historike, restaurimin e elementëve të dëmtuar, fugatimin me materiale tradicionale, hidroizolimin e kanalit si dhe rehabilitimin e harqeve dhe parapeteve. Ndërhyrjet po realizohen me kujdes të veçantë me qëllim garantimin e qëndrueshmërisë afatgjatë të monumentit dhe ruajtjen e karakteristikave të tij origjinale. Sipas autoriteteve vendore, çdo fazë e restaurimit të zhvilluar në mbikëqyrje teknike dhe në përputhje me standardet e restaurimit të trashëgimisë kulturore, duke respektuar autenticitetin dhe vlerat historike të kësaj vepre të rrallë inxhinierike. Procesi synon jo vetëm rikthimin e funksionalitetit dhe pamjes së monumentit, por edhe mbrojtjen e tij nga degradimi i mëtejshëm. Bashkia Himar thekson se restaurimi dhe mirëmbajtja e ujësjellësit historik të Vranishtit janë pjesë e angazhimit për ruajtjen e monumenteve me rëndësi historike, duke kontribuar njëkohësisht me promovimin e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimin e turizmit kulturor në zonë. Europa po përballet me një valë ekstreme të nxehtit që ka shkaktuar pasoja të rënda shëndetësore dhe emergjenca të shumta në disa shtete, ndërsa meteorologët paralajmërojnë për temperatura edhe më të larta në ditën e vijim. Evropa po përballet me një valë ekstreme të nxehtit që ka shkaktuar pasoja të rënda shëndetësore dhe emergjenca të shumta në disa shtete, ndërsa meteorologët paralajmërojnë për temperatura edhe më të larta në ditët në vijim. Në Francë, autoritetet shëndetësore raportuan 2025 vdekje shtesë gjatë javës së fundit të qershorit në kulmin e valës së të nxehtit. Sipas të dhënave zyrtare, vdekjet janë rritur me rreth 29% krahasuar me javën e mëparshme, me një rritje të ndjeshme tek personat mbi 45 vjeç. Vendi regjistroi gjithashtu ditën më të nxehtë të dokumentuar ndonjëherë mesatarisht në nivel kombëtar, më 24 qershor, ku temperaturat në Paris ju afruan 41 gradë Celsius dhe gjysma e territorit u vendos në alarm të kuq. Situata është e ngjashme dhe në vende të tjera të Evropës. Në Belgjik janë raportuar mbi 1200 vdekje shtesë gjatë valës së të nxehtit, ndërsa në Holland autoritetet flasin për rreth 480 vdekje, kryesisht tek personat e moshuar. Meteorologët paralajmërojnë se një tjetër vale të nxehtit po formohet në Atlantik dhe pritet të përfshijë Francën, Spanjën dhe Britaninë e Jugut gjatë fundjavës, me temperatura që mund të arrijnë deri në 40 gradë Celsius në disa zona. Ndërkohë në Francën jugore dhe Gadishullin Iberik, autoritetet kanë rritur masat e gatishmërisë për shkak të rrezikut të lartë të zjarreve pyjore. Mira Batra, zjarri janë regjistruar që nga fillimi i verës, duke detyruar dhe evakuime masive në disa rajone. Ekspertët theksojnë se ndryshimet klimatike po e përkeqësojnë ndjeshëm situatën, duke bërë që Evropa të ngrohet me ritme 2 herë më të shpejta se mesatarja globale, çka sjell më shumë valë të nxehti, zjarre dhe presion mbi burimet ujore. Të nderuar shikues, këto ishin zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, të përgatitura nga redaksia e Blu Televizion. Bashkë mirupafshim.